Partia Demokratike zhvilloi këtë të shtunën një tryez me ekspertët e arsimit me rastin e ditës së 7 marsit. Gjatë fjalës së tij, kryetari i PD-s Sali Berisha u shpreh se arsimi është në një krizë të jashtëzakonshme dhe shkaku sipas tij janë reformat e partisë në pushtet. Ne vim sot në këtë ditë në kushtet e një krize të jashtëzakonshme të sistemit arsimor, të një rrokullisje të këtij sistemi shumë më të madhe se ajo që shohim në rrugë dhe urat e ndërtuara nga kjo qeveri. Nuk ka rënje më të madhe ky komb se sa rënja që psoi në PISA. 69 pozicione. Sapo kur ndodhi kjo? Sapo 9 vjeçari nga 9 vite, 8 vite u përkisin këtyre që janë pushtet. Se PISA merr një cikël. Sa po këtyre u përkisin 8 vite. Zbritja katastrofale. Nuk na shkërben gjë e shkuara, po për diçka po. Na shërben për të si një bazë për të marrë veprimet për të ardhmen, platformën për të ardhmen. Një gjë, ju siguroj, se Partia Demokratike shpalli arsimin për parësi absolute. Edhe ajo është, edhe duhet të jetë, procesi më serioz i një kombi. Mëtej, Berisha fajsoi qeverinë se ka shkatruar sistemin arsimor dhe theksoi se PD do e ketë përparësi absolute arsimin me një buxhet prej 5% ose më shumë. Asnjë pushtues nuk do mund ta shkatronte në 10 vite, në 11 vite kaq shumë sa që ka shkatruar ky regjim. Asnjë. Sot, në vitin 2025, në shkollat tona kishte 405.989 nxënës para universitar. Në 2013 kishte 801.982 nxënës. Pra 49.4 më pak. 29.4% më pak në 11 vite. Pa luftë civile, pa kalamitete kombëtare, veshse me politikat shpopulluese të Çubriloviçit, në të cilat është dhe arsimi, shkatrimi i arsimit. Ndaj dhe ju siguroj se Partia Demokratike do të ketë përparësi absolute arsimin. Dhe në qoftë se bëhet fjalë nga do ta nisim ne rindërtimin, nga arsimi do niset. Pa rindërtuar arsimin, nuk ka hap përpara, të vërtetë. Do ta nisim përsëri me mësuesin, duke vendosur atë në pjedestalin që meriton. Në fund të fjalës së tij, kryedemokrati u bëri thirrje studentëve që të jenë prezent në protesta, pasi sipas tij, këto janë momente vendimtare për vendin.